Sot, si pjesë e iniciativës që ka filluar Albani me Klejdën që quhet Muzeu i Dëgjimit, kemi kënaqësinë që të paraqesim, të lançojmë albumin në vinil të Shkodra Elektronike. Kjo është veçanërisht domethënëse për ne duke qenë se ka qenë nga kjo hapësirë nga Tulla që gati 8 vjet më përpara filloi ajo që sot është kthyer tendenca e muzikës analoge e vinilit në Tiranë. Tulla ka qenë e para hapësirë që ka pasur një record store, e para hapësirë që ka promovuar në këtë fazë kulturën e vinilit dhe jemi shumë të lumtur jo vetëm që shohim që kjo kulturë tashmë është bërë pjesë e të përditshmes, por që shohim edhe grupe shqiptare të cilat sot publikojnë në këtë format. Kështu që kjo është diçka veçanërisht domethënëse. Muzeu i Dëgjimit është një iniciativë që do të vazhdojë, ne po e bëjmë në bashkëpunim mes Tullës dhe Tunnel Music Venue. Është një proces dhe një kombinim aktivitetesh që ne do bëjmë në fushën e muzikës, të cilat do të përfshin talks, prezantime, materiale audiovizuale, ekspozita dhe patjetër koncerte. Mbas aktivitetit sot, mbas këtij talku, Kolaca do të performojë në Tunnel Music Venue mbas orës 11. Një projekt të tij që quhet Bizantronika, është një hibrid live dhe DJ set i muzikës që influencon produksionet e tij dhe që përfaqëson shijet e tij. Pa humbur kohë, dua që të ftoj Albani Manin në radh parë që do moderoj këtë sesion, Beatrice Gjergjin dhe Kolacën. Faleminderit shumë. Kënaqësi që më në fund jena bashkë të Tulla. Herë në fundit që kemi qenë me një organizim bashkë ka qenë me sa më kujtohet në Venecia, Bienalet artit, promovimi i Shqipërisë dhe Kosovës, domethënë ku ka qenë Alban Muja më duket me Drian Zenelin. Ka qenë i bashkëpunim shumë i afërt i Kosovës me Shqipërinë dhe i Tullës me Juve. Dhe mendoj që ka qenë një performancë shumë amazing ku ishte audiovizuale dhe me muzikë në juj elektronike dhe popullore, aty të një vend ambient fantastik. Mendoj që kjo ka qenë për mu njohja me Juve ma e parë edhe që më kalon për shtypjer, sepse ju e keni marrë guximin e keni bën ndërlidhje shumë qëllume më mërmenja mu, si muzikant, do më thonë, ku e keni marrë muzikën popullore, shkodrane, dhe e keni sjell me një farloj fryme moderne bashkëkohore. Për mu, kjo është tentuar shumë herë, do më thonë, nga shumë artistë shqiptarë që kanë tentuar me bo muzikën popullore, shumë pak mendoj që e kanë arrit me nxjerr, do më thonë, atë kvalitetin e mirë që ka muzika popullore, sepse shpesh herë kanë përdorur në mënyrë komerciale. Edhe ju e keni gjetë, ja keni nxjerrë shpirtin e Shkodrës, e keni kthy në muzikën bashkëkohore. Tani kisha pas që më na tregu edhe publikut pak a shumë si filloi si u futët në këtë rrjedhë dhe procesin e punës apo edhe besoj që ka qenë edhe një farsi procesi edhe si lojë e mirë, besoj edhe kënaqësi me bon këtë mënyrë. Kola apo Beatrice? Kola. Më mirë tanëve, faleminderit që keni ardhur. Po, ideja e parë ka qenë kjo që muzika popullore reziston jo për një stin si këngët komerciale që gatë një verë dalë mësë në një harrojnë të tanë, po janë tanë këngë që rezistojnë të 100 vjetë, 150 vjetë me fjallë. Pra nëj, këtu ka linë kjo ideje, okej, kur kjo muzikë reziston të 100-150 vjetë, e pa përkitën, me thonë, gjithmonë njësoj, gjithmonë njësoj, që nuk është e vërtet që ka kanë gjithmonë njësoj, me thonë, edhe ka ndryshu edhe muzika popullore, edhe instrumentat ka ndryshu me kalimin e kohës. E kjo ka një ideje që pse mos mi kap këta këngë edhe herë, edhe mi që në ditë tona thjesht, që me kënë të kompozume, sepse
sepse këta këngë si mas mehet edhe si mas Beatrices, janë si mu pas kompozu dje, o për dje mi fjallë, nuk janë kontemporane, në vetvedje, kanë kontemporanitetin vetë. Prandaj mjafton me ja gjetë ku e ka atë kontemporanitetin këngë, mjafton mi fjallë, është del më tepër për demërlleku tem mi fjallë, kuptimin që ja shkollaj se e kanë vetë e kanë vetë të kontemporanitetin, fe nuk duhet një punë e mallë me bon, që mi qunë ditë të sotshme. Nuk provozë e modest. Po, kjo me ba muzikë për me shit, me idejnë mi fjallë që me ba sukses, është një diçka që nuk nëllë vetëm në Shqipni, në tanë botën. Unë sinqerisht, unë nuk një muzikë komerciale të është një 20 vjetë, mi fjallë, nuk e di se që nëllë taman në mainstream. Mainstreami nuk më interesën shumë, sinqerisht. Prandaj kjo gjë mi fjalë, unë e kuptoj që është një diçka që kështu funksionon e bëhen gjanat për biznes më tepër. Është mi fjalë faktori biznes ka më tepër rëndësi se sa faktori artistik. Në rastin ton konkret, nështë thjesht sepse faktin kena fillu si një eksperimentim këtë pa ditë asne taman se që do të bajmë, ku do të shkojnë kjo gja, ka një diçka bëjmë thjesht për qef, mi fjallë, për qefin tonë. Veç mini gati si me thanë, që kisha dashtun, si kisha dashtun me një këngë në Shkodrane sot. Nuk e ka ba, dikush tjetër, okej, po e bëjën që me një unë për qef tem. Mi fjallë, kjo ka kënë, dhe kjo do të vazhdojnë me kënë nëra si ne bajnë muzikë, mi fjallë. Me bajnë një muzikë që ne tjena të partë fansat të kësaj muzikë që tjena të bajnë, që ne na kanë mini këta gjana. Pra nej po, kja është mi fjallë, ideja. Do më thonë është një aksident i mirë. Një gjatë që dalohet të ju për dalim për kejtë shumicës bendeve që në sëd, se për qujtë bend, do më thonë në praktë, apo grupi artistik duo, e keni transishëm shumë imazhin. Do më thonë, edhe e keni lujtë shumë mirë, menoj si designer, më më thonë një kompliment që e keni imazhin shumë gjithashtu autentik. Do më thonë, është i qëllum, edhe po më pëlqen që është lasdrosh në për imazhën, në për skene, është super me shije, do më thonë. Po, që më kalon për shtypje është, do më thonë, të festivali i këngës. Se jo, aty e patët katapultin që ju hodhi, do më thonë, përveç në trojet shqiptare dhe besoj në Evropë ma gjanë. Ky festivali i këngës çdo vit sa fiton dikush bëhet është me kontradikta, domethënë gjithmonë ka ankesa se u bë me prapaskena dhe ka shku në mënyrë të padrejtë. Por ju e thyt këtë farë lloj rregullin është më thonë, dhe e patët komplet e morët publikun. Domethënë Marmenja janë shumë elemente aty tani që ka ndodhur, por Marmenja që ka qenë kanga e sinqertë që po thu e kemi dhënë për vetëm as pare, që është shumë e qëllume, edhe Marmenja që një rol shumë transishëm e kalurit edhe imazhi edhe performanca. Nështë Beatrice mund më na folë diçka për koreografinë apo skenën apo lëvizjet skenike apo na kallëzon ai trik, ai fshëtësi. Po, trike të mëdha nuk ka pas, pse unë nuk jam fort teknike. Me thonë, aja skenë është skenë e madhe, edhe është edhe pse kena shku të skena, kena shku me prezentu vedin ton, njerëzve që flasin gjuhën ton. Unë i kam lanë një vlerë, me thonë, si njëri që ka njoftë atë skenë që shkurua kanë e vogël, se për në të mi më fliqin për këngëtarë që kanë kalu mi asoj skenë dhe kam një edhe unë disa performancës që shkur kam kanë fëmi, më kanë metë në tru si një gja, që di unë gadi perfekte, adin, disa zane shumë të bukur e shumë të fuqishëm. Edhe të menu vedin tem ka që të shkurt edhe ka që insur skenë, më thonë, okej, duhet më pregatit mirë, nuk mundë me shkurt si
kot. Kanë një njëri. Edhe apo nuk e di, mendjen time kam mendu një ç'a me bë. Disa momente ku ka nga fillot e pjesa instrumentale o fillosha për me kënu prep, me thonë me kriju një histori që më pëlqet e mu, si ta tonë gjanat që i bëjmë na i bëjmë për që na pëlqejnë, na napi një sens që i na të bë. Nuk e di, nuk është vetëm me kënu o vetëm me diftu vedin para njerëzve dhe ti du të me nifje vedin mërën në i farë situatet për që dukesh edhe vjen edhe marre me kanë misken kështu kot, do të thonë edhe fje marria din me shpikin ai gjë për trunin. A ishtu tu shpik. Ka dal. Për sa i përket imazhit, e kena këtu në publik fejtoren e imazhit, që është Nana Beatrices. Po. E vërtet është veshja, do të thonë qysh ditën e parë, mama ka thonë mos del në skenë kështu si zhelane, thohet në Shkodër. Ja si zhelane, po ti bajon teshat. Edhe mama ka ba dhe teshat e festivalit e shqyqyr, ka ndollë bukur, shumë bukur. Do t'ja lypim numrin mamit, se nështë mundet edhe neve me na vesh. A zë sigur djelën. Edhe po, okay. Për dizajn. Ty pys, zakonisht është një sen interesant, bendet kur ju ftojnë, të na është zakon që kur të bëhet marrëveshja, se këto mundet të folën është Olsi më shumë, po. Kur bëhet marrëveshja me një grup, kur të shkon diku me një koncert, zakonisht bëhet marrëveshja kontraktuale financiare. Po është një detaj tjetër që shumica bendeve të huaja kërkojnë, janë hospitality rider. Ku ja dërgon ti, domethënë kërkesat tua, zakonisht artistat i kanë kërkesa komplet jo reale, po më intereson çfarë kërkesa i keni ju për hospitality ku të shkoni dikun në për koncerte. Apo akoma se keni fillu këto? Me abuzu. Hajde, okej. Ja, me abuzu, shpresoj që nuk do të abuzojmë kur, por unë kam kërkesa të thjeshta, 2 shishe ven, du në backstage, kaq, nuk kam nevojë për kusht tjetër. Në backstage, du mi pas aty offer. Nuk më duket që baj kërkesa, po e din që kam kërkesa. Me thonë, unë nuk pys gja, po e din që kam kërkesa. Me thonë, që di një dhomë ku nuk pinë cigare njerëz. Një dhomë, ja, nuk e pi. No, s'mundë me e pi. Po, nuk e di, jam këngëtare, kam kërkesa, me thonë, si këngëtare. Edhe kam shumë becdi këtë gjë, po s'kam si. Ja, nuk e kam bërë unë listën, po me thonë vërtetin, listën e ka shpik menaxheri jonë, që ka ma fort kërkesa që ne, për ne. Me thonë, unë disa, kur i lexoj ata kërkesa, thonë, Olsi, po e ke të prumër, Olsi, pse e ke lyp këtë gjë, jo më pse. E të me ti, nuk din gjatë. A keni, para se më fut në gig, do më thonë është një farë lloj, është një farë, që po thua është edhe, kur është skena e madhe, sidomos, edhe e vogël është një farë lloj emocionit kap, normal, çdo kanë kap, edhe para 10 njerëzve, para 10.000 njerëzve, para 5.000 çfarë do lokale, është një farë emocioni që të kap një farë lloj treme, që i thojmë na në Shkodër, e në Kosovë. A keni ju një farë lloj rituali para se me dalë në skenë, apo që bëni një farë lloj magjie? Ja, ja, ritual kështu precis nuk kena, ma kam të ata 2 shishet e venës, kam dhe të cigaret që largë Beatrices, edhe një gjatë tjetër që në më mas me e thonë në është. Gjana të vogla, gjana të vogla, gjana normale, ja. Gjana që i bojnë të tankë, të që e dim mirë. Kjo është rituali jem. Por nuk është rituali për para koncertit, është rituali për ditëshëm.
Unë jam boring. S'mundem me fol. Me thonë, jam shumë boring. Dhe me thonë, jam 35 vjeqe, e duhet me rujt zanin, e duhet me dze zanin, e duhet me pi uje, kujdes mas me hangër fil. Dhe me thonë, jam shumë boring, atëherë mas më bani në marre. Në për kështu në për fotografia, në për live nuk dukesh boring. Je shumë rock and roll. Yes, okay. Po mirë, okay, ta bëra një pyetje që nështë ta mundet me qenë publike, sepse kjo podcast live, edhe do të shifet mandej, ju kësha bon është ta keni, me siguri keni një dëshirë, që është e pamundën, me pas një bashkëpunim me dikën ndërkombëtar, që është ylli më i njoftën që tash në botë. Me kënë e këshit bo një bashkëpunim të ardhën? Po, shumë. Kisha pas me punu me Massive Attack për shembull, kishte Këtë gjë për dy arsye. E para sepse është grupi i preferuar i jemi, e dyta se këtu të muhabetit që jam demel, ja kisha lanë aty në banjë ju të shikongin. Ja kisha lanë dorë komplet. Kudiret janë shumë Tom Waits kisha pas shef me bashkëpunu me Björk, me Portishead, kudiret ka e jam të sanë vetëm ata që janë gjallë. Se ka tjerë që me Chris Cornell kisha pas që e farë edhe me Prince. Me Prince kisha kena që më i bo. Me Prince kisha kena bukur. Me bashkëpunu, nuk e besoj. Dhe me thonë, nuk mundë me as me imagjinu edhin s'bo. No, unë kisha pas shef me kalu një fundjavët me disa njerë që di, me Kate Bush. Me kalu një fundjavët me Kate Bush. Më najt me te. Po, edhe me Big Noyen për Shkodrës, po kisha kalu një fundjavë. Dhe thonë, njerës kisha dasht me i pa për afer si punojnë, si që bajnë, si e dzejnë zanin, si e ftop jam të lutë. Okej, mirë, interesant. Po, Kolla pas ka një recept kogja interesant të ndryshëm, shije ndryshme. Okej. Tani nanën, mi pyet diçka për planet, se tash po dalim te ardhmja. Folëm për të kaluar, tani po flasim për të ardhmen. E di që jeni të bëu plan diçka me bë, se shumë njerëz kur e bëm këtë, kur e lajmëruam podcastin, shumë njerëz mendojnë që do të bënin një performance live këtu. Edhe besoj që janë shumë njerëz, janë shumë më ndëgju live këtu në Tiranë dhe në për Troje. E di që patët një koncert në Prishtinë, që ka qenë amazing për ato kohë. E keni pas edhe në Dokufest, domethënë gjithashtu. Po në Tiranë nuk e di që keni bërë një koncert masiv. Kena bërë në Prishtinë, Dokufest në Prizren, në Shkodër, me fjalën Gegni. Tesh në fund dhëtorit datën nuk e di është menaxheri din datën këta gjëra nuk i di unë, por në fund dhëtorit besoj ka gjysë dhëtorit do të bëjmë një koncert në Tiranë. Kjo është. Plus nërkojnë të marru bile tamën këngë që kena pas fillu qysh për para festivalit këngës. Sepse ne kishim gati këngë që kena publiku në epia Shnërit, plus këngë tjera që do t'i marroshim, por nolli mi që fitu me festival, në fillen Eurovisionit, të këta gjane, s'kena pas kohë, mësë në më marrë. E të shena të marru, jena në fund gati, të marru këngë që ishim të ba. Edhe do të fillojmë, do të zjarrim një album të ri në 2026, në fillim 2026. Kur taman, la nuk di, po do të zjarrim një single në dhëtor, një tjetër në janar, një tjetër në shkurt, e mësë në albumin. Kena me ju lodhë. Dona me ju lodhë i fije me muzikë. Po, se kem lidhën një pyetje, tani merreni vetëm me muzikë? A muni më marrë vetëm me muzikë, me tupi muzikës, apo keni edhe punë
tjera se këtë bota. Këtë bota e vdekshme, domethënë jo këta superstar. Është një film, mas gabohem, që bën një pyetje personazhit, thonë, ti çfarë bën jam muzikant. Papa morë, po çfarë bën, çfarë punë bën. Ja, merrna me muzikë, vetëm me muzikë, tash disa kohë, më thënë drejtën. Unë personalisht ka disa vite që merrem vetëm me muzikë. Deri përpara festivalit, si unë ashtu dhe Beatrice, edhe ne pshim mësim. Beatrice kanë unë piano, por mas festivalit s'kena pas ma kohë, pra ne kena lanë këtë punë për problematik për kohët, s'kena kohë mi bate të anë. Po, ashtu. Shumë mirë kjo, domethënë shumë pak artista sot kanë këtë privilegj më marrësh me muzikë, po flas për shqiptar, sepse kur merresh me punë tjera, domethënë shumë zhurma, paguaj taksa, paguaj këshiri fëmijë rriti. Nëse ki mundësinë më marrësh me muzikë është jeni të bekum në farë mënyrë, më mërmenja, edhe me fat. Po. Po, ju uroj që ta marrni sa më gjatë, domethënë këtë punë. Po shumë mirë, tani e keni menaxherin e mirë dhe besoj që kam i majnë këtë punë. Nështë nështë mundu me fillu pak milion publikun me pyet diçka kështu, na e pyetje që kanë interesante që mundën e mi përgjigj. A ka dikush që do me pyet diçka Shkodrën elektronike, tani e keni mundësinë, se s'mundeni. Mrapa. Doshta me ju pyet, a keni diçka për rrugtimin e juve si Shkodra elektronike, që ju duket interesant ose argëtuese, po që nuk ju ka rënë rasti me folë se s'keni marrë pyetje rreth saj? Ja, nuk e di. Po kishte kënë bukur për shkakun pas pyet për shkakun te Kanga Zjerën, po çiftelis kush i bën? Ja se ishte për unë më i vi. Edhe të kisha diftu tanë historinë, se pse i bijën, sepse Beatrice më ka pas nis një këngën aranxhuar për Beatrices, fillimisht, ku kishte marrë një kampion, një sample çiftelijes për një këngë tjetër që nuk mund ta përdorshim me fjalë. Por ideja me përdor çiftelin ishte fjalë drejt, se prandaj fillova të mendu tash ku me gjetë çifteli, ku me gjetë ata që kanë mirat çiftelis, ku me regjistru, e tanë kësi gjanë, përveç se me shkru në temën, atëherë më nëvali, se që po blej një çifteli, e kam blej të shkolla muzikës, ku është një burë që i shet instrumente që i ban me dorë, edhe shkova me blej çiftelin. Nuk ishte i burë, për ishte tanë çiftelinat të varuna në pemë. Edhe i tham një tjetër që ishte aty afër, i tham, po ku është ky zot njëse deshte mjeshtri, se deshte në blej çifteli, i tha. Ishte në 10 natë këma betem. Është në bar dikun të piraki, i tha. I tham, okej, i tham, po ndesh në blej çifteli, po ti bjerë, tha, çifteli, se të po të nejnë të po del. Po mirë, është fillo aty provuve çiftelinat. Mos do kohë vjen një djalë i ri, më thot, urna, më thot, tham, deshte në blej një çifteli, thot. Po tha është daja, tha që i shef çiftelinat, po, e tham, po kam nevojë për dajën atje. Po tha është një bar të piraki, tha dhe nipi. Po nuk e di se ku është, tha, po shkoj po e kërkoj. E gjeti, edhe e shoh vetë për lek këtu ardh këtë burr, një figurë shumë e bukur, një shumë i dopt, me do dur të mëdha shumë, edhe po ishte pak jo krejt drejt, erdhi, ul, testoli vetë, mori një çifteli ndor, filloi të ra për çert vet. Orna tha, i them desh në blej këtë çifteli, e them po, tha, sa kushton? I them, kushton shumë, tha. Po mirë, them, sa të kushtojnë? 100 euro, tha. I them po, nuk është në fjalë, është drejt një çmim kredi drejt, them, sepse unë i them kam blej edhe vjet, kam blej një lahut për drejt. Ke blej lahut për me tha vjet? Po i them unë 70 euro atëherë. Kja është një histori e bukur për shkak, që s'na ka pyet kush. Edhe nuk të ka pyet kërkush, ku e ke regjistruar çiftelin e Kangës Zjerm? Është vërtet, kjo është pjesa e dytë. Çiftelin e Kangës Zjerm e kam regjistruar në
a mund tham qenef? Sepse tingëllot e bukur plakat në shtëpi në Shkodër, tingëllot ishte soundi ishte i bukur, prandaj mora sketën audio mikrofonin edhe aty e kam regjistru. E kam pas një video Beatrices të regjistru. Beatrice ka videon teme. Edhe shumë i bukur. Shumë i bukur, me thënë. Shumë i bukur. Kush e di, ndoshta i ditë apo qesim, kjo Qenefi i Kolës. I Kongës Gjerm. Qenefi i Kolës ku prodhohen hite. Na e pyetje tjetër? Okej. Shumë kënaqësi që më takoni sonte. Ju kam ndjekur prej shumë vitesh, edhe në fest, në festival, kudo. Unë kisha faktikisht dy pyetje, një pyetje për Kolën, një pyetje për Beatricën. Për Kolën nuk e di nëse e ke ndjekur një youtuber australian, një user review në Japon, që thonte që kompozimi i këngës Zjerm ka stile, nuk ndjek atë shkallën klasike të notave, dhe kjo është arsye pse është fiksuese. Nuk e di, më duket se ju kam pyetur edhe. E kam pa. Po nuk e di nëse edhe pyetja ime është nëse kjo është e vërtetë apo jo, se që më kam qenë kurioz që a ka bën me kasa atë, nuk ka mungesën asaj note. Edhe pyetja për Beatricën është, a do shtosh në vjen me gitin? Si. A do shtosh në vjen me gitin? Me bjell. Jo. Në vjen. Okej, përgjigj ti por. Në kohë. Harrovit. Po. Ja, nuk e kam menduar sinqerisht. Thjesht kam bë harmoninë të këngës, atë ngritjen e orkestrës, me fjalë që me çu pak dramaticitetin e por thjesht një shëvendit do të marote që se në kam pa atë videon atë idealit, edhe ajo thot këtë gjasën faktikisht e mylli atë harmonikisht po thona strukturën harmonike, por në vend që me ja ba me myll orkestrë, më fjalë maron orkestra edhe të refreni po thona, edhe kur fillon strofa dhe herë strofa është myllja. Këtë e kam ba me dashë, më fjalë që me u myll, jo ku duhet me u myll, por në moment kur ka fillu një diqa tjetër, që mi hap rrugën strofës edhe herë, më fjalë, që mi lidhë bashkë, si mas me ishte një mënyrë që mi lidhë bashkë në mënyrë koherente strofën me refrenin. Më falë, po ka herë Shqipen, unë e kam vështirë. Po po në që se nuk shkon në Vjenë, shkon me boj koncert o me këndu qa di në Korç, unë shkoj me po. Çdo moment me thonë, unë personalisht çdo moment, se di se shumë gjana loka me, nuk e di, besoj që njerëz që kanë fatin tonë më marrë me këtë lanë që është muzika o arti, nuk e ndin kur vedin fort sigurt për që i të bo, për që kur mëson me bo, që di bo është murator, mëson me bo një mur, besoj që shef me së tu, a rrin në kam. Për allon në i gjop, kështu, si bojmë na, në i gjop që nuk e di edhe, nuk është konkrete, po edhe plus është i gjop që vjen prej tejet. Me thonë, okej, na jena dysh, po përpse jena veç dy njerëz, edhe nuk e din kur deri në fund që ato na pëlqyne, kanë me kuptu tjertë, ma fort që a kanë me pëlqy, po ma fort a kanë me kuptu. Edhe një gjatë që jam të mësu në vite, është që duhet me kanë i fije i marë, për me kanë këtar, edhe me bu vedin të në këtë situatë i fije frikshëm, adin, se s'din, nesër, nuk e din si ka me shku hapi tjetër, nuk e i sigurt. Po, një gjatë që kam mësu është, kurajoja, duhet kurajo, po duhet edhe me pas bes në qëllin,
në zemrën tonë. Dhe me thonë, kur një gjë ty të pëlqen, nin që të pëlqen, dhe me thonë, vazhdon me në flasim për muzikën, o vazhdon për me shikiu pikturën tonë, dhe të emocionan. A gjatë du të me pasi fja forcë me thonë, okej, po i harroj që kam frikë, po vazhdoj, po provoj me ja diftu tjerve. Me shnërit, po, njështu. Këtë kam mësuan, nuk diti. Por kjo mas me pas besë, Michal, me pas dyshime, nuk e di tjetë, po më duket mu që duhet jenë normale për tanë. Unë sinqerisht kaloj momente që nërkohë që jam të punu, më duket sikur kam ba një diqa që do të nëshojnë historinë e muzikës botnore, e mas 5 minutash më duket, po tham veti, po pse më kalojnë depresion total, tham, pse merrem me këtë punë, këtha jo bën kamerierë, se ke bën për sa vite, se e bën shumë mirë fort, isha simpatik si kamerierë. Këtë gjë e kam të përditshme, jo të përditshme, të përminutshme gati me fjalë. Prandaj këtë dyshimi që mas me është pjesë e lojës, që duhet me pranu, e s'keqa mi bën, por si tha Beatrice, i pik duhet me pas korajnë, me thonë, okej, kja është që më pëlqen mu më pëlqen, shpresoj që t'i pëlqen dhe tjerëve, ta kuptojnë tjerë, kaq mi fjalë, këtu marrën tanë kja gjanë. A keni pasur gjithmonë një vizion artistik ku do doni të shkoni, apo e keni gjetur gjatë rrugës? Artistik e kena pas gjithmonë, edhe kena edhe tesh mi fjalë, por është artistik, por nuk është vetëm artistik, është edhe sinqer, është edhe ekonomik, në kuptimin që qa mundesh me ba, sepse disa gjana ti e ke vizionin artistik, po s'ke mundësin me i ba. Fjalë, është por ku do të shkojmë praktikisht, as nuk e kam menu kur me fjalë. Por vizion artistik që du me ba, këtë e kam pas gjithmonë të kja artë. Shishtu. Po njësoj. Du të me ka një fje si... Adin, nuk du të me menu fort. Normal që njetin du të me menu shumë gjana, po kur ke në dori i gjatë që të pëlqen shumë me e ba, s'du të me menu tepër. Du të me e ba. Ja bëjmë një pyetje publikut, do më thonë. Këta le të përgjigjen, se bolë pyetën këta. Ku këshit pas qef me një Shkodrën elektronike, me një stadium të vogël, apo të arena? Oh, yeah? Olsi, sa të shtu stresi, me organizu diçka të arena, okej? Shpresoj që 2026-ën, ose pse jo, pse mos mi pa të arena? A menaxhon arenën, Beatrice? Sa janë, 80.000 veta? A i ka përfyti 80.000 veta dhe i shtin me këcy? Nuk e di, po, ka me vesh ka shumë të nalta për me mpa. Ky drejtori i muzikës popullore, quhet Shura, ose shkolla quhet për ardhmë, dhe vitet 30 dhe para 1900. A keni frikë ndonjëherë se mos ju ikën elementi tradicional i politikë nga folklori bazik dhe keni një pikë që të punon me pikët e muzikës. Është pak e vështirë ndonjëherë që të përshtatës muzikën të vjetë arkaike që ka shkolla në atë që quhet muzika moderne bashkëkohore. Bravo. Fillimisht, unë për veti kam pas, që është interesant këtë pyetjes se lidhet edhe me atë që pyetët ti më përpara. Kur kena pas bërë këngë të para, që kanë kënë vetëm këngë shkodrane tradicionale, të thjesht arranxume me tinguj elektronik, se si do të reagojnë shkodranë, ka kënë sinqerisht mendimi i parë. Sepse mund të kishin reagullë keq fort, me qa disha unë me fjalë, nuk edhe e kena pas këtë frikë e reagimit të që do mund të shkodranëve. E kam të manë. Nuk shkodranë mund të reagojnë keqe, s'keqa mi ba.
por e maj mend se koncertin e parë kena pas bën në Shkodër, kena pas bën gjatë ekranit artit të organizuar nga Adrian Paci. Edhe reaguan shumë pozitivisht tan publiku. Kena pas bën më përpara koncertin ku ke kanë ti në Venecia, që aty kishte Shkodrana, aty reaguan shumë, se këta kanë koncertet e para tona. Po të para tamam, kuptimin që koncertin në Venecia ka keni 2 mos gabohem, ai në Shkodër, po që kena bën, ai në Shkodër ka keni 4 një diçka tillë. Prandaj kur kena pa reagimin pozitiv të publikut si në Venecia, ashtu në Shkodër, kjo gjë na ka dhënë një besim të madh sinqerisht. Kena thënë, okay, nuk kena gabu shumë. Pra, kena gabu se gabimet janë, por okay, jena në rrugën, nuk e di ata të përgjigja. Po, kjo. Shumë mirë. Aty mrapa ka një pyetje. Studiuar pak, kam bërë pak studime biblike, personalisht. Biblike, po. Biblike. Edhe aty vura re që sipas këndvështrimit tim, kjo këngë kishte 3 strofa, sipas meje, dhe kishte secila 10 vargje. Gjithashtu kishte vargje nga Bibla, pjesë të tjera si 7 mëkatet të keqëprurse e tjera me radhë. Tani pyetja që kam unë është kjo. Një shkrimtar në momentin që shkruan diçka, normalisht që frymëzohet dhe përjeton realitetin e përfilm. Dhe mbase kur e shkruan dhe bën strukturën e gjës së vet, mbase nuk e di që po e bën atë. Unë doja të di nëse ju e keni bërë qëllimisht, e keni ndërtuar kështu, apo ka qenë spontane, te pjesa që keni filozofuar se çfarë mund të jetë realiteti, bravo. Atëherë, faleminderit për këtë pyetje, pse para 2 javësh më duket më ka ardhur një fotografi, një çunit, kam nisi fotografi e Biblia. Edhe ishte një vargj ku ishte shkruar me krijo në mua me të thonë vërtetën, unë nuk e kam bërë të menu. Dhe me thonë, unë kam shkruar një mënyrë shumë instinktive, edhe përsa koha ka kënë shumë pak për me shkruar një të kongë. Frymëzimi jem ka kënë shumë i thjeshtë. Unë kam menu shumë thellë një njeri që kam njoft njëtën teme, që ka kënë një njeri si na, ka kënë i fje ma madhe se unë, po ka kënë prej Shkodret, i ka pëlqy muzika, po ka pas një mënyrë me jetë në botë shumë të shejtë. Gadi si shejtë. Okay? Po, kë njëri ka pas një, këmë si di që fede, besim në Zotin shumë të malë. Unë nuk e në i vedin si kë njëri, po kjo person, për mu ka një simbol, kur kam fillu me shkru kangën, kam menu fort këtë njëri, e kam thonë, okej, si mund me folë për këtë njëri, që mund me thonë për këtë njëri. E më kanë dali ta vargje, po mënyrë shumë naif, këtë spontane. Më duket gja absurde se disa fjalë. Si më smet është Biblia që ka kopju Beatricën. Dhe shpo e denonsojmë. Drejt autorit, po fillë. Elektrik jam kalorës, do më thënë është një renditje ju si kur luani me fjalët, Malsori, Shkodrani, pra dua të di si e shikoni ju cili është identiteti i Shkodranit, pra është Malsori që ka ardhur para 100 vitesh, është Vatikani që ka atë ndikimin e vetë tek Shkodra, do më thënë si e keni parë se mua më ka pëlqyer shumë kjo loj fjallës që keni bërë. Këtë loj fjallë që bëjon, ideja ka kënë thjesht me përdor fjallë arkaike, legjenda, përdor përmendën Durontinën,
muzikë që bajna me një fjallor bashkohor, malsori elektronik, shkodani elektrik, nuk e majmë anasune, po thamë në midis maleve, luginave, hine del pa pseudonim, me fjallë, me përdor fjallë historinë arkaike me i bashku me fjallë ditë që janë kretë ditëve të soshme, moderne, kontemporane, kjo ka një ideja. Por që në Shkodrant paka shumë të tanë janë malësor që kanë zbrit dikush ma herë, dikush ma vonë, dikush ala, ka mu ba Shkodran. Kja është e vërtet me fjallë. Shkodrant janë malësor që kanë zbrit për malësis, janë unë Shkodër për fjallë. Ta në Shkodran, po gjithkush ka ardhë për dikun. Nuk ka linë bam, atë në vend. Kaç është. Pyetjen e tretë. Kam dëgjuar përsëri një këngë tjetër nga këto videot, se unë ju kam shumë qejf dhe ju ndjek, që fliste për një revolt, ishte pak a shumë këngë politike. Diçka, nuk e mbaj mend, ishte shumë me patos, e kënduar dhe më pëlqente shumë. Në Shqipëri, fatkeqësisht nuk është se ka këngë të tilla. Dhe duke qenë që ju keni jetuar në Itali pak a shumë, unë shikoj shumë influencën e Italisë tek këngët tuaja, sepse specifikisht kjo këngë më ngjason pak, domethënë në stilin e Giorgio Gaber, ose është një këngë Cento Passi, e tjerë me radhë. Unë doja të dija sa italian ndjeheni ju, dhe në qoftë se është ajo që mendojnë që ju ka dhënë kaq shumë në artin tuaj Italia, duhet dëshironi që të këndoni dhe për publikun italian, këngët tuaj në italisht, sepse mendimi im personal. Kjo është pyetja fundit dhe unë ju falenderoj shumë, sepse unë nuk e kam njohur Shkodrën elektronike, e njoha nga Eurovisioni, sepse faktikisht ndiqa Librari Valentinin, pra studimet që bënin e tjerë me radhë, dhe aty kam njohur Lek Gjeloshaj nëpërmjet veprës vet, librit Bulzat, dhe kur doli kënga Zjerm, thash, okay, do jetë diçka ndryshe. Dhe prandaj unë arritaj që të kuptoj filozofinë tuaj. Por shumë faleminderit për artin që i keni dhënë Shqipërisë, sepse është totalisht ndryshe dhe është filozofi. Faleminderit. Besoj që kjo nuk do t'ju lodhe më pyetja e fundit, a? Pizza harrova pyetjen. Okay. Pa Italia, unë në i vedin sinqerisht si shqiptar, ashtu edhe italian. Kajherë nuk e në i vedin as shqiptar as italian, ka problem kajherë, ku nuk e din. Mu, Italia më ka ndiku pozitivisht, sepse kam pas rastin me live disa grupe, disa gjana që në Shqipni nuk do grisha pa kur. Se si po thoshëm më parë, të kënë se mainstreamin nuk e njeku, disa gjana ku ti vetë, no means no, për me një grup. Në Itali i kam njoft të shku me fa koncerte. Këtë mundësi më ka lanë Italia, me fjallë, për nëj ka këtë gjanë. Plus edhe të shku me së nëjme njek disa loje koncerte, disa mënyrës edhe të menumit si me menu muzikën, që është aja që po thoshim fillimisht që e menon që ti ban muzikën me vetin tanë, sa ma bukur për ty, e kaq. Njef edhe njës të tjerë që kanë të njajtin mentalitet edhe fillon në bashkëpunën, ban gjana tjerë, ban në muzikë me ta. Fjallën ka kë aspekt, mi fjallën ka në ku shumë pozitivisht Italia. Ka aspekte tjera, por s'po du me full kestesh për Italinë. Po, edhe mu. Po, no, me thonë, unë kam shku në Itali, kam kanë shumë e vogël, me thonë, printe mi më kanë qu në Itali.
më kanë bërë një dhuratë për qa unë sigurisht kisha kënu, për qa s'kisha pas mundësi mas me kënu, që baba rinë të kënu tanë ditën në shpi, familja jem kënone, më thonë, ashtë muzika kishte kënë, sigurisht edhe kisha me të në Shkodër pjesa i jetës teme, po kam pas fatin me pa disa gjana dhe unë në koncerte o me pas afer njerëz që u mershin me muzikë dhe me gjithfar llojin është muzikë, me thonë, unë s'kam kënë kur raciste për muzikën, kam kënë, alo sot jam shumë kurioze, edhe kjo farë kuriozitetit më ka ba, okay, me shkune për koncerte, po edhe me provu, me kënu, në për bejnë gjithfar stilit, që më takote i thosha, po, provojmë bëj kongë. Kja gja më ka lanë shumë mundësi. Një gja që kam, unë nuk jetoj këtu në Shqipni, po kam ardhë në të vitet e fundit shumë herë, ma shumë, kur kam ka në vogël visha, ma pak veç me taku gjyshat, po me kolën kam fillu më këthy në Shqipni e me zbulu edhe gjuhën teme, edhe shtetin tem, edhe kulturën teme, edhe që ashtë të nollë sot në këtë vend. Kam fillu me kuptu i fje ma fort, edhe që di unë i ka, në duket një palas fantastik, edhe jam shumë e lumëtun që ezistën kjo realitet, për qa besoj që të tanë kena nevoj për me zbulu gjana të reja, e kena nevoj për me pa eksperjenca të reja, me pas mundësina dhe me i taku prej afer shpis, adin, ja më shku jashtë shtetit e me marë trena, aeroplana. Kjo gjam në shumë forës për qa, unë e du fort shtetin tem, shumë, e kam qef me folë për shtetin tem, kam qef me folë për gjuhën teme edhe për njerës tonë. Kur shof që ekzistojnë të realitetet, nuk filloj me menu që, okej, noshta kisha arrit i fje ma vonë, kisha met në Shqipni, noshta kisha arrit të për ma vonë me zbulu gjëna që kam zbulu në Itali, po jam e sigurt që e kisha zbulu edhe këto. Edhe kja gjëm mush zemrën me qef, për që thëmë, okej, great, kena arrit momentin kur rini jam mundet me zbulu edhe alternativen e muzikës, alternativen e artin, alternativen edhe e jetës, jo veç adin të në gjëna të soj. A kena kriju zhanër muzikor, apo jo këtë të thonë të tjertë, nuk mund të thonë në nami, na kena bajnë muzikën tonë, tjertë, i napin e në mësën Okej, ne mund të bajmë edhe gjana që mund të ndryshme, të ardhmen, por kë boshti kryesor ka me gjithmoni kjam i fja një nërthurje e traditës shqiptare me kontemporanitetin, me tingujt e soqëm, e përdiqme që njëhen sot. Mas disa viteve kanë me kënë noshta dhe tingujt e tjerë, që kene më në gjuhë dhe do të vazhdojmë, shpresojmë që me pas alat, me në hapësi, që me e majtë traditën shqiptare, por me nërthur me tinguj që do të vinë mas disa viteve në të ardhmen. Fja që me kena la të freskt. Këtë kishim pas shef, a du t'ja dalim apo jo, këtë nuk e dim. Okej, faleminderit. Faleminderit shumë që erdhën. Shkodra elektronike, faleminderit juve krejt. Tani besoj që koha ta ndëgjojmë albumin e ri. Unë me marrë ka një autogram së cili, keni mundësin dhe gjithashtu mas ndëgjimit, mas albumit, Kola sonte ka një DJ set të tuneli, okej? Kështu që prej këtujt, mund të me vazhdu të Kola. Kështu që të ndëgjojmë pak muzikë tani, Shkodra elektronike.